Selam aleikum të nderuar ndjekës të portaleve të Mejlisit të Bashkisë Islame të Ulqinit. Vazhdojmë me misionin personalitetin e Mejlis. Sonte ne kemi një musafir, sekretarin e Bashkisë Islame të Mejlisit të Bashkisë Islame të Ulqinit. Ai është Hoxh Suat Efendi Ukushata. Mirë se erdhët në misionin ton. Selam aleikum. Aleikum selam. Mirë se u gjej. Përshëndetje ty edhe teleshikuesve tonë. Me domos ne duhet ta dimë mirë dhe duhet t'i kujtojmë ndjekësit tanë arsye pse ne kemi emërtuar, e kemi thënë edhe më parë, por ta përkujtojmë pse kemi emërtuar emisionin personalitetin në Mejlis apo në Mejlis, për arsye se ne momentalisht ndodhemi në objektin apo institucionin e Mejlisit, në zyret e Mejlisit, dhe qëllimi ynë më i madh, synimi ynë më i madh është që ne t'i afrojmë njerëzit të ky institucion, që ne ta përhapim këtë institucion, t'i hapim dyert dhe më tepër këtij institucioni tek njerëzit dhe mos të jetë ky institucion tek njerëzit, tek bashkëvendasit tanë, ku ndodhet ky institucion, çka është ky Mejlisi, kush janë ta punonësit, dhe për atë arsye me domos ju jeni një nga musafirët tonë të përzgjedhur dhe me mos të qelluar, për arsye se ju do të na ndihmoni që ndjekësit tanë dhe bashkëvendasit tanë të kuptojnë më tepër dhe më mirë çka është Mejlisi. Çka do na thonit ju se çka do të thotë së pari fjala Mejlis si terminologji dhe si Mejlis si institucion? Duke marrë parasysh se jam një kohë të gjatë në punë në inkuadruar në Bashkinë Islame, mbaj mend domethënë që më kanë treguar edhe mu të vjetrit të cilët e kanë drejtu këtë institucion, se më herët domethënë institucioni i Bashkisë Islame ka pas Bashkia Fetare Islame në Jugosllavi, pastaj Bashkia Fetare Islame në Maltëzi, dhe me ndamjen e Jugosllavisë, domethënë në shtete, dhe formimin e bashkive islame të veçanta për secilin prej atyre ish republikave të Jugosllavisë, edhe Malizi bëhet me Bashkinë Islame në Maltëzi. Po, Bashkia Islame në Maltëzi, domethënë është institucioni kulmor, në kuadrin e të cilit domethënë funksionojnë 14 mejlise. Në fare në fillim ata janë quajtur këshillat e Bashkisë Islame, por duke u identifikuar me disa bashki islame në rrethinën tonë, të cilët këtë fjalën këshill kanë dashur me e ngjyros pak më tepër kështu fetarisht, atëherë fjala këshill është përkthyr me fjalën mejlis. Me fjala mejlis është fjalë arabe, e cila vjen prej foljes xhelese, muul, domethënë në të kuptimin që ulen disa njerëz të cilët e drejtojnë domethënë punën e Bashkisë Islame, edhe në atë formë domethënë është ka ardhur deri te formulimi i fjalës mejlis. Andaj kur të themi ne Mejlisi i Bashkisë Islame ka kuptimin kryesia e Bashkisë Islame që është për një vend të caktuar. Siç e thash, Bashkia Islame në Malzi i ka 14 mejlise, ka komuna të cilat funksionojnë me një mejlis, ka komuna të cilat funksionojnë me 2 mejlise, po ka domethënë edhe raste ku një mejlis i përfshin për shembull 3 komune, varësisht se sa është i madh territori dhe numri i muslimanëve që jetojnë domethënë. Po, varet edhe pi objekte e infrastrukturës islame. Shumë mirë. Do ta di mirë se shpesh herë dëgjojmë komentime të ndryshëm se si funksionon ky mejlis, si është administrata, kush janë punonjësit e tjerë dhe me domos ne duhet ta dimë së pari amanetin tuaj, duke ditur mirë se ju jeni me emision si Hoxh, duke ditur mirë se bashkëvendasit tanë ju njohin mirë shumë, e keni marrur amanetin e Hoxhës para më tepër se 20 vite, ku ishit imam në xhamin e Lamit apo xhamin e Mhallës së Re, siç e quajmë ne në qytetin tonë, dhe e lat pas amanetin e Hoxhës në këtë xhami, apo amanetin e xhamisë, dhe morët amanetin tjetër që t'i shërbeni këtij institucioni brenda në zyre. Dhe ne duhet ta dimë mirë dhe ndjekësit tanë se çka përfshin puna dhe veprimtaria e sekretarit të Mejlisit tonë. Po, janë të çuditshme këto rrugë të njeriut në jetë në përgjithësi,
Unë në fillim të studimeve jam nis me kry fakultetin e ekonomisë, e pastaj kam përfundu në fakultetin e Hoxhës, e pastaj domethënë kam punu si Hoxh plot 27 vite, dhe më në fund kam kalu në detyrën e sekretarit, e cila ma tepër domethënë është si punë e juristit se sa e Hoxhës. Por kanë qenë rrethana të tilla që domethënë jemi mbështet në jo vetëm në editorin ton në këtë fushë, por normalisht për çdo rast që kemi nevojë, ne shfrytëzojmë edhe kontributin e vëllezërve tan, xhamatlive ton, të cilët janë me profesion jurista, dhe të gjitha ato çështje që kërkojnë një angazhim pak më të thukt edhe më të detajshëm, normalisht se unë nuk e marr amanet, domethënë me i dal deri në skaj një lande të caktuar, por normalisht kërkoj ndihmën e tyre për këtë çështje. Andaj detyra e sekretarit, domethënë, është një detyrë e cila bukfalisht ka rolin e realizimit të vendimeve që merr Mexhlisi i Bashkisë Islame, pra Këshilli i Bashkisë Islame, sjell një vendim dhe pastaj sekretari merret me realizimin në praktik të atij vendimi, duke fillu prej lajmërimeve të ndryshme apo prej ndërgimit të dokumentacionit të duhur në për institucionet e ndryshme kur kemi ndonjë kërkesë, domethënë të asaj natyre, e deri tek njoftimi për shembull e në punësve të Bashkisë Islame, imamëve edhe në punësve të tjerë që punojnë në Bashkinë Islame me vendimet e Këshillit, e Mexhlisit. Dhe normalisht jam, si më thanë, detyra e sekretarit është si një ndërmjetësues në mes të nevojave të xhamatlive, edhe imamëve edhe në punësve të Bashkisë Islame, por edhe xhamatlive në përgjithësi për një X nevojë që kanë, domethënë, për një vërtet tema, për ndonjë, domethënë, dokument të caktuar që i nevojitet, që mund t'i nevojitet dikujt. Me domos një punë me vlerë dhe me domos një punë që merr kohë, me domos. Dhe shpesh herë ndëgjohet një komentim apo një pyetje se si organizohet administrata e Mexhlisit, si funksionon, si janë ato organizimet administrata e Mexhlisit. Me ju thënë drejt, sot është kjo gjë shumë e lehtësuar. Mbaj mend deri në vitin 2001, Bashkia Islame e ka pas selin në një lokal shumë të vogël, shumë modest, që bile mendoj se shumica e njerëzve që janë pak më të vjetër e njohin si me qemja. Adin ajo vjen prej asaj fjalës mahkeme, gjithsesi si gjykatore, se me sa duket ato dikur herët, ndoshta edhe para meje, domethënë janë majtë e fargjykimesh të vogla, kadiu ka pas zyren e vet, edhe ajo ka funksionuar pastaj edhe si zyre e Bashkisë Islame, edhe dhe vjen shumë, si më thënë, keq kur e kupton për shembull se në atë momente kur ka ra komunizmi në ish Jugosllavinë dhe kur këto gjeneratet, ne si gjenerata më të reja kemi fillu mu kyç në punën e Bashkisë Islame, kemi marrë informata shembull se gjatë kohës së komunizmit ka ardhur deri te dëmtimi, deri te vjedhja, madje deri te djegja e shumë dokumenteve të vjetra, të cilët sot po t'i kishim ato, kishim pas një histori pak më të qartë, domethënë të baballarëve dhe të gjyshave tonë, por çfarë është këtu është. Domethënë ne kemi gjetë, si më thënë, një arkiv që ka pas 95% dokumente të cilët domethënë nuk shërbejnë për ndonjë burim informacioni, domethënë ku njeriu mund të bëjë ndonjë studim apo diçka të ngjashme, ma tepër për organizim të mbredhshëm në mes të njerëzve të Bashkisë Islame në atë kohë, por jo edhe diçka më tepër se sa aq. Kanë qenë të sistemuara katastrofë. Domethënë, normalisht pavajsues kërkën sepse kushtet kanë qenë të tilla, dosjet kanë qenë të vjetra, ato letrat e vjetra të lanuna pak ashtu si të hedhuna në të pakujdesshme, si më dhanë ato vitrinat e vjetra të cilët s'kan pas mundësi më atje, për sigurisht besoj se kjo është edhe shkaku. Pastaj, domethënë, gati 10 vjet i kemi bërë luftë me një administratë të tillë prej vitit 90 deri në vitin 2000. Dhe kjo ndërtesë ku sot gjendemi është rindërtu, domethënë në vitin 2001. Dhe prej atij vit kemi dalë edhe funksionom domethënë në këtë ndërtesë.
ndoshta si informacion për këta që janë pak më të ri, se ato të vjetrit e din, domethënë në këto temele ku jemi ne sot, domethënë në luftën e dytë botërore ka funksionu mektebi i Bashkisë Islame, ku për fat keq diku, nëse nuk dija jam I sakt, në vitin 43 ose 44, kur ka ardhur te bombardimi I Ulqinit prej forcave fashiste, domethënë është damtu ky objekt e për fat të keq, domethënë edhe disa nxënësa kanë mbet, pra I kanë vrarë në atë ditë që kanë qenë bashkë me hoxhallarët e tyre në këtë mektep, dhe duke marrë parasysh se bashkësia fetare në të kohë, si të gjithë tjerat bashkësitë fetare, nuk kanë qenë të ndihmuara prej shtetit, të lanë namazdore, atëherë Bashkia Islame nuk ka pas mundësi që me rindërtu përsëri këtë objekt, ka metë si I tillë gati 50 vjet. Ka qenë si gërmadh, por thjesht nuk është rindërtu, domethënë objekti I ri, deri, siç e thash, deri në vitin 2001, kur falë Allahu xhaleshanuhu edhe Zoti I shpërbleft gjithë ata xhamatlit ton, baballar ton e gjyshat ton, të cilët kanë marrë hapa, domethënë shumë pozitive që sot na me qenë në këto ambiente kaq të bukura. Mendojmos ne elusim Allahun fuqiplot që ato të cilët kanë ndëruar jetë në këtë objekt Allahu t'i bëjë nga shahidet apo dëshmorë. Ulqini si komun ishte njohur apo si mëxhlisi përgjithësia me të Ulqinit ishte njohur me vakufe të përplota me dëmos. Shumë vakufe falë Allahu fuqiplot ne I kemi kthyer, por ka edhe nga ato të cilët me lejen Allahu fuqiplot do të bëhet dita me të cilët do t'i kthejmë. Po ashtu, e mira ishte udhës ajo që ka përmendet ju për punën e mahqemes që të ri tanë dhe ndjekësit tanë të dinë, por ishte edhe një detaj tjetër I rëndësishëm të dihet është që ne ndodhemi në një objekt të cilën ju e keni përmendur se 2001 ishin, në vitin 2001 është rindërtu, është hap përsëri, por është edhe një detaj shumë I rëndësishëm ku parafërsisht po bëhet viti kur u bë rinovimi I këtyre objekteve apo këtyre zyreve në qendër të komunës së Ulqinit apo në qendër të qytetit të Ulqinit, ku më domos I tregon një afërsi të këtij institucionit me njerëzit. Dhe më domos duhet ta ndërlidhim ato se sa është e rëndësishme transparenca e mëxhlisit apo institucioni si institucion të mëxhlisit të Bashkisë Islame të Ulqinit me qytetarët, bashkëvendasit, me njerëzit tanë edhe po ashtu me diasporën. Është interesant se sistemi komunist bashkësitë fetare I ka dëmtu vetëm aty në atë pjesë ku ka qenë interesi material. Në kuptimin xhamiat nuk I ka rënu, xhamiat I ka lanë, s'ka pas interes. Por I ka marrë ose tokat e vakfit, I kanë, siç I thoshin në atë kohë, I kanë nacionalizu, I kanë marrë për interes të shtetit, ose dyqanet pra afariste. Ku ka përfitim. Ka dobi. Edhe, domethënë se ne e dim atë, domethënë se gjithmonë vakifat, pra njerëz që kanë lënë vakuf edhe kanë ndërtuar një xhami, gjithmonë e kanë pas traditë që përveç xhamis me ndërtu edhe një lokal ose me elan një lokal vakuf I cili për fitesës së tij do të mirë mbahet xhamia, sepse edhe xhamia shtëpi si të gjitha shtëpia tjetër është shtëpia e Allahut, ka nevojë për mirëmbajtje, për domethënë elemente fizike, siç ka çdo shtëpi. Edhe duke marrë parasysh se ata I kanë marrë ato dyqane, I kanë marrë edhe shumë toka, kanë marrë shumë ullishta, edhe faktikisht e kanë vërfnu domethënë vakufin Bashkinë Islame deri në atë pikë saqë me zor kanë pas njerëzit domethënë mundësi që hoxhës me amledh një rrok. Domethënë edhe muezinat që I kanë shërbyer në atë kohë, siç kemi informata, shumica kanë qenë pa pagesë, sepse aq ka qenë domethënë fondi I vogël, saqë mezi është pagu imami edhe ata kontributet që janë dash që kanë qenë obligative për mu pagu në atë kohë. Edhe vet ai fakt, si mos ishte asgjë tjetër, domethënë tregon se kur ka ra ai sistem komunist, pastaj ka pas domethënë një aktivitet të papam edhe të hoxhallarëve, edhe të njerëzve që kanë drejtuar Bashkinë Islame, edhe të vetë xhamatit normalisht që me ringjall përsëri domethënë këtë çështjen e vakufit, dhe ne jemi shumë mirënjohës. Unë jam ndoshta pak më I ri, po edhe ata që kanë qenë para meje kanë bërë domethënë shumë
që kanë arrit që një pjesë të madhe, sidomos të dyqaneve të vakfit, me i kthy përsëri në pronësi të Bashkisë Islame. Edhe që nësët me përfitu prej tyre dhe me qenë pak më komod, edhe pse edhe ato që janë nuk janë aq se janë të mjaftueshëm, domethënë për të gjitha nevojat të cilat i kena, por me aba shoqyrin, domethënë shumë jena më mirë se sa pa ata që i kena pas në atë kohë. Shumë toka domethënë janë marrë me pa drejtësi. Kemi provu domethënë maksimalisht me kthy shumë toka, sidomos në zonën e Shtojit, ka pas shumë toka vakfi. Njerëzit e vjetër nuk janë nalë duke folë të thanë se gjysa Shtojit ka qenë vakuf. Si ka ardhur te tjetërsimi i tyre, te ka ardhur me siguri, ndoshta dikush edhe mundet me e thanë, por ne nuk kena asnjë farë dokumente valide të cilët mund të mbështetemi në ta, përveç ndoshta disa, por domethënë sistemi ka qenë i tillë, janë tjetërsu gjanat. Pastaj prej hoxhallarëve të vjetër interesant është edhe kjo, mund ta ndajmë edhe me shikues tonë se shembull ka pas indikacione njerëzit në Bashkinë Islame kanë dëgjuar se shteti është bë gati që një filan tokën me ja marr ose me ja nap dikujt tjetër. Dhe sa mas me ndodha ja punë, atëherë çka kanë bë, ose ja kanë shit dikujt një xhamat list vet, janë marrë vesh që më mirë me marr një i veti, dhe pastaj diçka me përfitu vakufi, domethënë për ata rrethana si kanë qenë, se po metën pa atë se pa atë. Andaj ndoshta edhe ka një herë nuk duhet me mungute me gjyku disa gjenerata më herët, eventualisht mund gjihet edhe dhe një letër nga një herë se për shembull ka ardhur drejt e shitja një parcele. Tash Zoti e din më së miri, domethënë ato rrethana ne nuk mund t'i dimë se çka kanë ull para 50 vjeç. A kupton edhe si ka ardhur ka i tjetërsim, se ne parimisht e dimë se toka e vakfit nuk lejohet të tjetërsohet. Por po them kanë null raste të ndryshme, domethënë shteti nuk ka shikuar metodë se si marr deri te pasuria. Veç më kujtohet një gjë se diku viteve 2000 ta fare në fillim kemi pas një avokat, domethënë tonin të angazhuar që e ka angazhuar Bashkia Islame në atë kohë, kur e kampanjë një listë me të numrat e katastrale që sa toka janë marr, sa senet janë marr, që imagjinoni vetëm sot e këtë ditë për shembull objekti që është në Kala, i cili quhet Xhamia Kisha, domethënë ne kemi tapin, e kemi domethënë fletën poseduese që është në emër e Bashkisë Islame, ne sot e këtë ditë nuk mund të futemi në atë objekt. Pavarësisht a do ta kishim shndruar në xhami apo do ta kishim ndoshta kishim marrë edhe vetë si muzej për të prezantuar trashëgimin islame në këtë vend. Ajo është si më thënë bisedë e dorës së dytë. E rëndësishme si pronë, ja që për shembull ne na privu nga ja pronë. Mos flas edhe për gjëra të tjera të cilat kanë ekzistuar. Sot ne mundohemi, domethënë maksimalisht që të jemi transparent, sepse nuk është se me ditë se kena një farë toke aq shumë të madhe. Besoni se një prej tokave që prej llojeve të tokave të cilët qyteti sidomos më tepër ka pas vakuf kanë qenë ullishtat. Por ju pa e shihni sot se jetojmë në një kohë që edhe njerëzit që i kanë ullishtat e veta dhe po pritojnë me shku me i punu. Andaj edhe ullishtat e vakfit, të cilët janë në duart e disa xhamatlive tonë, të cilët sigurisht ato mundohen i shikojnë, a kupton, për nuk është se ka ajo më një profit, domethënë të caktuar siç ka qenë ndoshta më herët, se unë besoj se ato më të vjetër që janë e dinë se qytetarët e Ulqinit shumica kanë jetuar me ullisht. Edhe normalisht ka pas kimet, ka pas vlerë. Sot ka ardhur deri në ashtu si më thënë deri në atë nivel që aqe rënd sa kina në, domethënë nuk janë të mjaftueshme që me pas një profit të caktuar prej tyre. Zullumi ose padrejësia më e madhe që është bë domethënë kur është marrë në vitin 1978, kur është marrë edhe të gjithë qytetarëve tonë, domethënë ullishta e Valldanosit, aty domethënë kanë qenë gati 2000 rranj ullinj, të cilët kanë qenë pronë e vakfit. Edhe çka ndodhen tash, edhe pse ajo është realisht është kthy qytetarëve, edhe neve si institucion. Po aty është, a din çka do të thënë, 40 vjet nuk ka shkel kama e njërit, po aty është problem me identifiku më parë se ku janë ata ullinj. E disa puna është aty, do të thënë, me hyje me i pastru komplete, me i prunë në gjendje si kanë qenë shumë, do të thënë, kanë më dashur kalu disa vite. Sa i përket çështjeve tjera, do të thënë, mundohemi që të jemi absolutisht transparent, të do të thënë
edhe normalisht se përgjegjësia jone e parë është përgjegjësia para Allahut, a kupton, që si menaxhojmë me ta, e normalisht për me këta prona që kemi mundohemi t'i menaxhojmë sa më tepër në mënyrë që maksimalisht me përfitu prej tyre që Bashkia Islame, Mexhlisi, Hoxhallart, xhamiat, mektebet, foshnjorja me funksionu në një mënyrë sa më të mirë në këto kushtet e sotshme. Me të mos Mexhlisi si Mexhlis ka rëndësinë e madhe në shoqëri. Me të mos Mexhlisi në histori e di mirë se në kohën e Jugosllavisë, në kohën ku u bënin pa drejtësi të mëdha haptasi, pa kur farë problemi, dhe njën nga institucionet me do e mos për fat të keq, e ka kapluar kjo pa drejtësi më të madhe, si që keni të reguar për shumë dhe shumë shembuj, ku ne lusim Allahun fuqi plot, Zotin e gjithësisë që ta përmirësoj agjendje që ne t'i kthejmë në pronësi ajo që ka ishte e drejta jonë. Duhet ta di mirë se sekretari si sekretar ka me do mos ka shumë punë dhe ne me do mos do keni shumë tema të ndryshëm për të folur me ju, por një nga tema shumë të rëndësishme është cili është bashkëpunimi juaj me xhamit dhe imamet, apo si është bashkëpunimi në xhamit tona momentalisht. Duke ditur se ju jeni një farë lidhës me ato njerëz të cilët janë në terren, imamet tonë, hoxhallarët tonë. Kur janë në pyetje, domethënë çështjet fetare, atëherë normalisht se kjo segment më tepër i takon kryeimamit. Kurse kur janë çështjet domethënë teknike të profesionale, them ashtu, atëherë jemi në kontakt të kohë pas kohëshëm me kolegët, me imamët. Normalisht, domethënë kryemami e bën vizitat e tija të rregullta në shumë xhamia, shpesh herë duke zëvendësu një imam ose tjetrin, dhe normalisht duke qenë në kontakt me xhamatin e të gjitha xhamiave edhe për nevojat të cilat ata i kanë. Pastaj ato nevoja, nëse janë të natyrës materiale, për shembull, ndonjë lloj prishje, ndonjë lloj merremetimi që ka ndonjë xhami apo ndonjë obor xhami apo ndonjë detaj, ato i sjell tek unë, domethënë si sekretar, pastaj unë i përcjell në mbledhjet e Mexhlisit të Bashkisë Islame dhe mundohemi në suazet të asaj sa kena mundësi, domethënë materiale që domethënë të merremetojmë e të mirëmbajmë diçka. Kur qillojnë raste të cilat e shohim se nuk mundemi, atëherë normalisht e kërkojmë pak ndihmë edhe prej xhamatit ton. Siç e dini, Bashkia Islame në përgjithësi domethënë është institucion i cili nuk mirëmbahet nga shteti për fat të keq. Domethënë eventualisht të flasim realisht, domethënë ajo është e vërtetë e sotshme, ndoshta vetëm shkolla fetare, medreseja që ka një ndihmë prej anës së shtetit, kurse institucioni në përgjithësi domethënë nuk ka ndonjë ndihmë prej shtetit, kurse të ngarkuar me kontribute jemi sikurse edhe çdo në punës tjetër e këtij shtetit. Andaj ne s'na mbetet tjetër asgjë vetëm se thjesht për çdo nevojë që kemi që të trokasim në dyert e xhamatit. Dhe mendoj se xhamati në një mas të madhe është i vetëdijshëm për këtë realitet, për këtë situatë, dhe asnjëherë nuk neglizhon kërkesat të cilat i kemi. Nëse janë të natyrës më të vogël, atëherë normalisht më tepër merret xhamati lokal të një xhamie të caktuar. E nëse janë domethënë që janë nevoja pak më të mëdha, siç kemi pas rast vitin e kaluar ose para 2 viteve, që të gjithë qytetarët, të gjithë besimtarët e këtij vendi kemi mbledh, kemi tubu pare për të filluar punën rreth ndërtimit inshallah të një xhamie të madhe që në fundit e ka meritu ky qytet apo xhamie që do të ndërtohet inshallah në fushën e Ulqinit, si kompleks së bashku me medresen e vajzave që është në përfundim të sipër. Medomos, e gjithë kjo na jep një dëshmi se bashkëpunimi me imamet apo dhe imamet me xhamit dhe me xhamatin medomos duhet të jetë i fortë. Por një nga temat me rëndësi të madhe ajo është rinia. Dhe do të ndërlidhim dhe do të dim se
nga dita ditës rinia po ndryshon sifatet, siç ne e dim në shoqëri, e dim mirë se traditat e rinisë ndryshohen shumë shpejt. Por ne duhet ta dim rëndësinë e rinisë dhe duhet ta dim se rinia don që të bashkëpunon në veprim organizative. Duke ditur mirë se Bashkësia e Mallorquinit apo Mezhlisi i Bashkisë së Mallorquinit ka edhe institucione të tjera në kuadër të saj dhe si e shihni ju domethënë punën e tyre, interesin e tyre, do të them të rinisë. Ne jemi domethënë të kënaqur sa herë që kemi pas ndonjë aktivitet jashtë domethënë institucional, e kam fjalën jashtë ndërtesës së Bashkisë Islame, po edhe jashtë xhamiave, kur kemi marrë ndonjëherë ndonjë konferencë apo kur kemi marrë ndonjë tribunë, domethënë në salla të ndryshme të qytetit, po, gjithmonë kemi pas përkrahjen e rinisë. Herë ma pak, herë ma shumë kuptohet, varet, por në përgjithësi, domethënë rinia është ajo e cila është një prej shtyllave të funksionimit të mirë, domethënë të Bashkisë Islame, sepse unë edhe ti edhe të gjithë imamët që jena, a kupton, domethënë në qoftë se nuk e kena një rini që na përkrahin në punën tonë, atëherë ne është vështirë vetë të bëjmë diçka. Se gjithmonë i referohemi jetës së Muhamedit alayhis salam, i cili gjithmonë, domethënë kur e ka filluar misionin e tij dhe punën e tij, edhe kur ka ndërtuar madje xhami, edhe gjëra të tjera që i ka bërë, gjithmonë i ka bërë bashkë me rini. Nëse edhe ato që kanë qenë ndoshta pak më të vjetër e kanë pas rolin e vet, a kupton. Megjithatë, domethënë rinia është atë se është, si më thënë, më aktive, më takat fizike, më energji. Sot është rinia që është në rrjedha me gjitha avancime teknologjike, domethënë i përcjell të gjitha informatat, është elhamdulillah është rini e dalun në kuptimin, domethënë ka shëtit në përbot, ka pa situata ndryshme, ka pa organizime të ndryshme, edhe gjithë ato ka shumë studentët që kanë shkuar domethënë në vende të ndryshme, kanë pru ideja të ndryshme, edhe normalisht ato tash kur vjen një situatë konkrete, ata e propozojnë një gjë, propozojnë një detaj, na jena domethënë gjithmonë ato të gatshëm që me dalë sa më bukur normalisht, edhe po them e rinia është domethënë që Zoti i rujt komplet rinin, se janë e kam fjalën për rinin e cila me të vërtetë është kthy në rrugën e Zotit xhaleshanuhu, e un lutem që edhe ndoshta një pjesë e rinisë që nuk është sa duhet e forcuar edhe drejtuar në këtë rrugë, por që është i përket domethënë trupit ton, ata duhet paksa të zgjohen, të shohin realitetin e tyre me sy, se që pa kalunet në teologjinë, domethënë atë kuptimin se nuk jemi përgjithmonë këtu, dhe domethënë duhet me shfrytzuar çdo moment të jetës me bën një punë të cilës kemi apo hajrin edhe në këtë dynjë edhe në botën tjetër. Pra punë të cilat bëhen që në lidhje me vakuf, me xhami, me institucion, domethënë fetar, janë punë të cilat mbesin aty të shkruara, të gdhendura, edhe sevapi i tyre ecën vazhdimisht, është si më thënë ajo sadaka e rrjedhshme, e cila do të thonë sevapin shkon njeriu edhe mas vdekjes. Edhe gjithmonë është dikush i cili vjen më vonë edhe thot sa bukur e pas kanë bërë një kët, i lumshin durt aty që kanë ardhur, që kanë bërë këtë para nesh, siç po thamun për shembull për ata përpara. Prandaj gjithmonë duhet me pas kësi gjeneratash, sidomos rinia duhet me pas këtë kujdes, se rinia nuk është gjithmonë rini. Rinia për 15-20 vjet fillon e kalon pra në moshën e pjekurisë, mos tam pleqërisë, domethënë edhe prandaj mundësia për të kontribuar më tepër është në moshën e rinisë. Këtë domethënë duhet ta kenë parasysh të gjithë, edhe domethënë ajo është që është më e rëndësishmja, unë them se duke marrë parasysh të rrethanat që jetohet këtu nëpër Ballkan përgjithësi, në disa sfera të jetës kam fituar përshtypjen, ndoshta gabaj, se njerëzit kërkojnë që më parë të kyçen në mënyrë bukfale në institucion e pastaj të kontribojnë. Vëllai, si më thënë, ai që don me bëj një punë të mirë, nuk është patjetër të marrë e mi than hoxhës, shika hoxh, duhesh me mshtin në këshill xhamis ndaçon me punu mirë, me bëj një punë të mirë. Ose mshtinin në këshill Bashkisë Islame, mshtinin me xhlis si antari me xhlisit, e pastaj un kam me bëj diçka të pur, një punë të mirë. Domethënë, nuk është patjetër me qenë domethënë aty direkt, se bile të qenurit aty është edhe përgjegjësi, është shpat me dy tehe, se nëse bën mirë, okay. Por nëse s'bën mirë, ke përgjegjësi, sepse ke ardhur në një vend ku duhesh me drejtu,
je një farë shoferit aty, e pastaj I ke të gjithë mbrapa domethënë në përgjithësi. Andaj rinia edhe të gjithë tjerë, por rinia domethënë kur ta shohin mundësi me bë një punë, qoftë një karrik më marr me çu prej këtu aty. Apo me ndihmu hoxhës kur është diçka duke rregulluar në xhami. Çfarë qoftë ajo? Një detaj shumë më I vogël. Apo nesër me të ndihmu ty, dikujt tjetër me bë një faqe në internet, me shkruaj një informat, me çfarë qoftë ajo punë. E vogël e madhe, s'është më rëndësi. Domethënë se ke Zoti s'ka punë të vogla. Ke Zoti ka punë të mira, punë të këqija. Kaq. Sa është e vogël, sa është e madhe, atë e pleshton Allahu xhaleshanu. Prandaj, domethënë njeriu kështu duhet me shiku, edhe domethënë atëherë kur të gjithë së bashku punojmë, atëherë nuk ka sepse domethënë që të ngec puna edhe të shifen frytet e punës. Me do mos rinia, siç na keni treguar dhe në një farë mënyrë udhëzuar, ka një rol të madh të rëndësishëm në shoqërinë tonë, ku ne lutim Allahun fuqiplot që rinin ta ruaj dhe ta udhëzoj. Me do mos kur e përmendim rinin në ndërlidhet edhe një temë tjetër është teknologjia dhe mediat. Dhe shumë mirë keni prekur në suaza të vogla, po përdoa që ta përmendim edhe pak më tepër atë teknologjinë apo kohërat më para si ka funksionuar puna e mëxhlisi, si kanë funksionuar për shumë me letra, me teknologji e tjera dhe media, dallimi I medias së sotme dhe asaj të atëhershme. Ku është roli I atyre? Ka një herë është interesant, por normalisht pa e ba monotone, muhabetin e të kaluarës. Unë kur kam fillu me punu si imam, atëherë në atë kohë ka qenë krye imam edhe sekretar paralel, Rahmetlia Mulla Recep Lika, edhe e ka pas një makinë me ashtu me gishta tak me shkruaj letra, që edhe aja ka trashëgu për më herët, e kupton, edhe në aja në atë kohë ka qenë pasuni, e kupton, se me çfarë çka tjetër. Po. Edhe vetë kam pas fillu njëherë me shkruan atë makinë, po imagjinoje të shesish aty për shembull ti e bën një gabim, duhesh me nxjerr letrën, me marr korektorin, me fshi, me kthy letrën prap mbrapa, me qendru, me bë në qendër tamam aty ku ke met, a kupton? Domethënë shpesh herë vjen edhe momenti kur nervozohesh e ka pat letrën e shkyn, e vën tjetrën, a kupton? Mirë po nuk ka zgjata ja shumë sepse fal Zotit edhe domethënë avancimeve që bani teknologjia viteve 2000 filloi domethënë doli kompjuteri, dolën printerat e ndryshëm edhe kështu që domethënë po unë personalisht jam mundu maksimalisht ndoshta mos them I pari pa prej të parëve të cilët domethënë kam fillu që domethënë mi modernizu punën e bashkisë islame në atë aspekt sepse kam pas fat se domethënë unë kam filluar studimet në fakultetin e ekonomisë në Dubrovnik, edhe shkak luftës u desh më ndërprej, edhe pa të vazhdu shkollën e lartë të ekonomisë dhe turizmit në Kotor, dhe për herë të parë në jetën time domethënë në atë kohë, ka qenë viti 1993-94, domethënë është fut lënda e informatikës, edhe domethënë imagjinoje krejt fakulteti ka pas një kompjuter. Edhe u mblidhshim komplet nxënësat për shembull sa ishim aty studenta, ka 34 studenta, profesori ishte ulët në kompjuter në si bletat rreth tij të shikues se si punon profesori në kompjuter. Edhe pastaj ai të na tregu opsionet e kompjuterit, edhe u çonte ai, hajde ulo ti, hajde I dyti, hajde I treti, imagjinoje sa kohë na kena tret na për shembull 40 studenta të gjithë me një kompjuter. Po aq pak sa kena përdor, sa kena mësu, domethënë mua më ka shërby. Dhe më ardhin në bashki islame edhe domethënë me blimin e kompjuterit të parë, domethënë u pat fut një si tip edhe lehtësimit, po sa lehtësim ashtu edhe gëzim. Më kujtohet pra Rahmetlia që e përmenda pak parë kur fillojshim me shkruan ndonjë letër, aty edhe unë e shkruajsha letrën në kompjuter. Thonë ta, më çka ka bakja teknik se çka kam hek deri tash me këtë makinë të shkruaj, kupton. Edhe pastaj domethënë jemi mundu që me ecë në hap me kohën, një kohë kemi pas edhe web faqen tonë, domethënë të Bashkisë Islame, bëhet fjalë për vitet 2002 deri në 2010 përafërsisht, edhe jemi mundu domethënë ato aktivitete që kena pas se aja ka qenë koha kur domethënë ishte ndru sistemi e këtë kanë filluar me u shtu aktivitetet e Bashkisë Islame
kemi organizu shumë tribuna, dhe me thënë në të kohë për me, si me thënë, me ngritë vetdijen fetare në këtë vend. Nuk kemi qenë në të kohë, besa Emil, nuk kena qenë shumë imam me shkollat në alta, a kupten, edhe madje një këto xhamia që kanë qenë të pambuluara me imam se s'kemi pas edhe kuadro sa duhet, a kupten. Ka qenë mungesë, edhe si sebebi asaj për shembull kemi thirr hoxhallar nga Shqipëria, kemi thirr hoxhallar nga Kosova, nga Maqedonia, pastaj në këtë domethënë korpusit bosnjak për shembull kemi thirr nga Sanxhaku, nga Bosna. Vazhdimisht kemi pas disa kolegë, disa hoxhallar teolog që jemi mundu 3-4 herë në vit me bë tribuna, edhe i kemi ala ata ingjizimet që i kemi aty për Zotin kur i shikon sot, nuk kemi pas tubime që nuk kanë prezantuar minimum 1000 vet. Minimum. E ma shumë. Që ka njëherë mendohem sot e tham, nuk e di, është vështirë me i ba 1000 vit, dhe më thanë për me të prezentu sot në një ligjërat. Me mbledh ashtu. Megjithse, pa tham, edhe rinia në atë kohë kanë qenë, sidomos fëmijët, kanë qenë një lloj si boshtit i Bashkisë Islame, se ka pas në atë kohë shumë fëmijë me ktep. Sa të për fat keq, nuk ish ma ai numër si ka qenë përpara. Unë s'po them, edhe sot jemi falënderues, kemi, por me sa duket ai zgjimi prej atij sistemi tert, a kupton, ka pas shumë fëmijë, edhe kanë qenë xhamia plot. Domethënë fëmijët janë angazhu, kanë bë, s'ka pas xhami që nuk ka pas korin e vet. Kur flitet për korin, pastaj për atë mrena aty në tubimeve që i përmenda, që kemi pas ligjërues, gjithmonë e kemi shfrytzuar rastin që me i promovu fëmijët e mektebit ton, duke marr pjesë ata me këndimin e disa ilahijave, disa sureve të ndryshme, dhe me thanë ku ata kanë një gëzim të madh si kurse i kemi inkuadruar në për ata programe. Edhe ala për shembull sot janë bë sigurisht dje me vajza të rritur edhe janë martuar edhe se më thënë e majnë mend edhe kur s'kan mi harruar jetën e tyre atë gëzimin e madh që kanë pas që i kemi angazhuar. Por njëkohësisht ajo ka qenë edhe një prej metodave që bajegi edhe kemi arrit me atë metodë me ngrit nivelin vetdijes të qenurit besimtar, dhe sot fal teknologjisë, dhe me thanë, aja pun ka ra, tash nuk pëdi, a ishë ma mira, ma keq, se din njëru se si mi pleqnu, sepse sa të shumë ma let vije deri ke informata, deri ke ligjëratat janë në për të postuar në për YouTube, në për media të ndryshme, dhe ka njëherë kur matet njëru me organizu ndonjë aktivitet, dhe rrinë pak si me rezerva se se din apa ke përkrahjen e duhur sa duhet të njerëzve, apo vinë, apo përgjigjen, por megjithatë prej kohe në kohë përsëri e gjem mundësinë për me bë diçka të tillë, dhe tash nganjëherë jemi të kënaqur dhe nganjëherë si jemi të kënaqur, po gjithsesi duhet ta kenë parasysh të gjithë që na shikojnë, na kupton se nuk është më çështja që kur bëhet një tubim se pa vjen njeriu me mësu shumë aty. Flasim realitetin, ke mundësinë e mësimit në të tana anë, sa janë përkthy libra të ndryshme, janë domethënë ligjëratat e ndryshme, librat e ndryshme nëpër internet mundet me gjetë njeriu. Çështja është domethënë që ne jemi besimtar dhe e kemi një bindje se sa herë që tubohemi me njëri tjetrin, domethënë Allahu xhaleshanuhu derdh një mëshirë të veçantë në një tubim, e siç e përshkruan pejgamberi alayhis salam, çdo tubim rrethohet me lajke, edhe për shembull kur njerëzit dahen prej atij tubimi, atëherë çohen me mëkate të falura. Dhe këtu ishte ideja, domethënë, e organizimit të një tubimit, se pa them si ligjërata, si ilahit është pa problem sa të më gjet nëpër media, nëpër internet, por domethënë rixhaj ishte ba, lutje ishte ba, domethënë edhe të rive, po edhe aty në tjerëve që kur të organizojmë një aktivitet, domethënë në nivel të Bashkisë Islame, të vinë të prezantojnë aty. Se a di kjo botë rromullake është, domethënë dikur ndoshta s'kan pas mundësi mu tubu, po janë tubu tinzit, janë tubu msheftasi. Janë për shtëpia, janë për disa objekte ashtu. Pastaj ka ardhur koha kur domethënë për një herë është bë një bujë e madhe edhe kanë ardhur me shumicë, kanë ardhur. Kujtohet për shembull kur kam qenë unë në ato hapat e para si imam, po ti kur ka qenë teravia, nata kadrit, po ti s'ke mujt mu ofru në asnjë xhami prej kallaballykut që ka qenë sa njerëzit kanë ardhur. Sot për shembull nuk është një situatë e tillë. Domethënë pavarësisht se njerëzit ka njerëz që praktikojnë fen, ama tazam për shembull vin 1 minutë para se thirret ezani, a kupton? Duket xhamia bosh midis Ramazanit, domethënë xhamia
Ndihet boshllëku. Pa ndihet ai boshllëku, kupton, me sa duket sikur përpara kanë kuptuar pak më mirë se sa sot, por ka gjithmonë vend për përmirësim. Gjithmonë ka vend për përmirësim, nuk duhet gjëra mi shikuar me pesimizëm, por se domethënë duhet me shpalos të vërtetën e me tregu, domethënë se kur është një domethënë një vend edhe një moment i caktuar që derdhet mëshira Allahu xhaleshanu, vjen një bereqet prej Zotit aty në atë vend, nuk duhet mu shmang aty në vendeve. Kupton? Kemi kohë edhe për kafe, për neja, për mezhlise të ndryshme, kupton? Por domethënë ato vende kur bëhen tubimet, kur janë momente të caktuara, duhet me qenë mu vetëdisu që mi përkrah edhe me ardh aty. Me domos një ndërlidhje shumë e bukur, të cilën ju e cekët teknologjinë dhe rinin, domos ishte e nevojshme që ta ceki një detaj i cili ishte i njohur sot dhe kësaj ditëmi, kur ne nuk ishim ashtu quajtur mikrofona, nuk ishim zërim në xhamiat tona, duke ditur se mediat e mexhelisit ishin xhamiat. Por në atë kohë ne e dini mirë se para 50 vite edhe më tepër ndoshta ose edhe më pak, ne nuk kishim zërim në xhami, ne nuk kishim mikrofona dhe siç e dim në popull thuhet se u ngritë hoxha për ta thirrur ezanin në minare. Ashtu. Po, dhe pas asaj kur erdhi zërimi, kur erdhi mikrofonat, mundësitë më të mira, teknologjia u avancua, dhe atëherën thonin se më nuk ngritet hoxha se edhe hoxha si ka ardhur koha, në kuptim si teknologjia ka ardhur edhe në shtëpi. Ka nevojë më një munare, mund edhe dhe i poshtë. Nuk ka nevojë më një munare. Shumë rëndësi e madhe atë të cilën ju keni cekur se më do mos ligjëratat tona, tubimet tona, aktivitetet tona do të thotë mexhelisit janë mediat më të mira, janë tubimet të cilët përhapin mesazhin dhe të cilët e afrojnë domethënë xhamatin, qytetarët, bashkëvendësit. Të ndërlidhem me diçka interesante, Emil, domethënë këtu kjo ndërtesë që fola pak parë që e përmenda që domethënë që gjithmonë ka qenë e njohur si mektep, domethënë kur është e rindërtu përsëri në vitin 2001, ne kemi qenë aq të etur për si më thënë që njerëzve, besimtarëve tonë t'i tregojmë se postulatet e fesë tonë janë që njeriu sa më tepër që di, sa më tepër që mëson, aq më tepër është afër Zotit xhaleshanu. Është ngritet. Po. Edhe domethënë gjithmonë duke u nis prej ikre, prej lexo, fjalës parë që është shpallë në Kur'an. Edhe domethënë këtu kur kemi filluar punën me mektep në vitin 2001, domethënë katër domethënë kurse janë ndjek këtu. Të secili fëmijë që ka qenë i regjistruar në mektep, ai njëkohësisht përveç landëve domethënë fetare, përveç ilmi hallit, edhe mësimit të shkronjave të Kur'anit, ai ka mësuar edhe kursin e gjuhës angleze. Ai ka mësuar domethënë edhe kursin e informatikës me punu në kompjuter, edhe domethënë ai ka mësuar edhe kursin e gjuhës angleze. Domethënë kemi pas sa i përket këtyre informatikës anglishtës, domethënë kemi pas profesorë të jashtëm prej xhamatit, të cilët kanë ardhur dhe kanë marrë orën me nxënësa. Edhe beso gati 10 vjet, domethënë ka funksionuar kjo çështje kështu në këtë formë. Sepse imagjinoja viti 2001, domethënë kur është hap kjo, tek sa kanë filluar kompjuterat, dhe kanë qenë kompjutere të shtrenjtë në atë kohë. Po xhamati jon e ka prek pulsin se është e nevojshme, edhe besoni se kena pas diku, nëse s'gabej, 20 kompjutera në atë kohë, që ka institucionet më të mëdha s'kan pas 20 kompjutera, ne kena pas 20 banka, secila banka ka pas kompjuterin e vet. Edhe fëmijët janë ulë edhe kanë mësuar domethënë kursin e kompjuterave. Edhe kursin e anglishtës, që normalisht anglishtja dhe kompjuterat janë diçka që shkojnë njëra me tjetrën, edhe domethënë besoj se një 3-4 gjenerata i kemi nxirr të përgatitur full. Domethënë edhe ja kena mësuar ilmi hallin, edhe ja kena mësuar leximin e Kuranit, edhe ja kena mësuar gjuhën domethënë angleze, edhe ja kena mësuar kompjuterin. Bile pak më vonë kemi pas filluar edhe me kurset e gjuhës turke. Disa fëmijë kanë mësuar, disa s'kanë mësuar, e rëndësishme, derisa kemi pas se ka ardhur situata që gati çdo shtëpi ka kompjuter. Gati çdo fëmijë pak a shumë ka mësuar anglisht tani në për shkollën, në për televizion, kështu që domethënë edhe më vonë diku edhe kena ndërprer, por besoj se atë e kemi shfrytzuar një pjesë, një dekadë tam ashtu të kohës në atë kohë, domethënë kemi bë bum që domethënë
ata fëmijë që e kanë pas risk në të kohë, domethënë e kanë shfrytzuar këtë benefit që që normalisht xhamati e ka për krah në kulm, edhe domethënë s'kemi pas domethënë mungesë të asnjë çështje, të asnjë domethënë gjaja që ka qenë në rrjedhim të në mirë shkim të atij kurs. Me të mos një nga synimet më të larta të Mexhelisit është që ta mbledh xhamatin rreth dijes dhe ta edukoj xhamatin ka e mira, ka e dobishme, pozitive, dhe me të mos të gjitha kjo gjatë bisedimit ton ne e shpalosim që ndjekësit tanë ta dinë mirë se xhamati Mexhelisi e ka pasur qëllimin dhe e ka sot e kësaj dita qëllim që të jetë sa më afër domethënë qytetarëve, besimtarëve, bashkëvendësve tonë që ta përhapi dijen në formë sa më të mirë. Dhe për atë arsye më domos dhe unë isha dëshmitar të shumë këtyre gjërave. Por do ta di mirë se Mexhelis ka disa institucionet e saj të cilat funksionin brenda Mexhelisit të Bashkisë së Ulqinit. Një nga ato është pjesa humanitare, bereqeti, pjesa ku merret me shkollimin e fëmijëve të vocër, ai është parashkolloria Xizillonja, dhe kemi institucione të tjera siç është xhamiat. Por shpesh herë ne ndëgjojmë shumë gjëra të ndryshme, financimi me Mexhelisit, dhe shumica në rasteve njeriu e preken më së shumti ku është pjesa materiale. Dhe me të mos ne duhet ti përkujtojmë ndjekësit tanë se nga i merr të hollat apo nga financohet Mexhelisi i Bashkisë së Ulqinit. Si që përmenda pak parë, dyqanet e Vakufit janë domethënë një prej burimeve të financimit të aktiviteteve të Bashkisë Islame. Pastaj duke u falendëruar domethënë edhe mirë kuptimit që kemi pas më herët nga organet komunale, të cilët pas disa dekadave pa drejtësie që kanë bë duke ja marrë Bashkisë Islame në zemër të qytetit një prej zonave më të mira, ajo është zona e xhamisë së Meras, edhe pjesa rreth saj, e cila nuk ekziston, por se shteti që i ka marrë atë, domethënë për këta matrit që janë që ndoshta se din, aty ka qenë domethënë deri në vitin 1979 stacioni i autobusave, që ku me ditë se sa detajisht janë largu edhe eshtrat e rahmetlive që aty kanë qenë rreth vorreve, edhe është vendos asfalti edhe është përdorur për stacion autobusave. Por gjaja e Vakfit Emil edhe qytetarët e din këtë, se na e kanë spjeguar njerëzit e urt më përpara, gjaja e Vakfit është që kanë thënë të moçmit kur ka lënë nëpër tokë të Vakfit, atje kur dalsh jashtë tokës, duhesh mi shkund këpust mos ka met da pak dhej prej tokës Vakfit. Se gjaja e Vakfit është e shenjtë, edhe secili që ka avu dorë në Vakf nuk ka bërë hajër në jetë. Herët ose vonë. Nëse sa ka pagu një brez, kam i pagu një brez tjetër. Edhe në vitin 79, kur ka qenë domethënë termeti katastrofal në Bregdetin e Malizzi, ku është përfshi edhe Ulqini, domethënë ai stacion është rrenu, edhe domethënë pastaj shteti e ka përdorur për parking. Krejt kohën deri sa ka ra komunizmi, edhe viteve 90-ta, deri gati në vitin 2013, nëse s'gabej, domethënë 2012-2013, domethënë kryetari i komunës së bashku me organet e tjera të komunës, domethënë atë kohë na e kanë kthy në përdorim, domethënë atë pjesë, kështu që na e kemi një prej burimeve shumë të rëndësishme, domethënë të ardhurave, një atë parking. Edhe domethënë është si më dhanë kështu pak si më dhanë e zorshme me thënë, po rastet e varrimeve të ndryshme të cilat janë këtu në Ulqin, domethënë ndoshta për ndonjë shërbimi të caktuar që janë rreth varrimeve, dhe mundohemi që të jemi një aty shumë domethënë të jemi si më thënë në frym me popullin, se e dim se është shtrenjtësi e madhe, është
Domethënë populli nuk është në një nivel, në një standard shumë të madh dhe mundohemi që ato çmime të jenë të arsyeshme. Tash kur thu arsyeshme, kjo është gjë relative, se dikuj ato të arsyeshme mund t'i duken të vogla e dikuj mund t'i duken të mëdha. Po ajo që është domethënë indikative aty rreth aty në shpenzimeve, Emil edhe besimtarët tonë duhet që të ndërgjegjësohen për një dukuri e cila domethënë quhet antarësia. është fjalë ku ne kemi qytetar, domethënë komuna si komunë ka rreth më tepër se 20.000 banor. Dhe është shumë me rëndësi antarësia dhe ta dim rolin e saj. Rëndësinë e saj. Domethënë ma herët në kohën e monizmit, domethënë nuk ka qenë prezente domethënë pagimi i një farë antarësie. Në vitin 1993 edhe ala sot i kemi domethënë ato librezat, të cilat për herë të parë Këshilli i Bashkisë Islame në atë kohë e ka formu si një minimale që duhet një shtëpi e muslimanëve të kontribuoj për mbarvajtjen e punës së Bashkisë Islame. Aja domethënë i është vu emri antarësi. Në fakt aja është një sadaka. Domethënë e cila ka qenë më herët simbolike, po më duket se edhe mas 30 vjetëve që është fut në funksion, domethënë kjo antarësi nuk është më tepër se sa një simbolik. Domethënë vlera e antarësisë sot që ka me pagu një shtëpi muslimane është 30 euro vjetore. Domethënë një shtëpi, domethënë një kanak ka me pagu 30 euro në vjet. Dhe siç e përmendë, parafërsisht 4000, hajtë mos ta teprojmë shumë, rreth 4000 shtëpia për shembull besimtarë muslimanë janë në këtë ulqen, sikur domethënë vetëm një antarësi të paguajshëm domethënë këto shtëpia, domethënë aktivitetet e Bashkisë Islame kishin me qenë komplet të mbuluara, duke filluar prej domethënë mirëmbajtjes së xhamiave, prej rrogave që i jepen imamëve, prej domethënë literaturës së ndryshme që i shpërndahet fëmijëve të mektebit që nuk paguhet domethënë asgjë, domethënë pastruesve që mirëmbajnë domethënë objektet e Bashkisë Islame, e shumë kërkesat e nevoja të tjera kishin me qenë të mbuluara vetëm nëse në xhamati jon ndërgjegjësohet vetëm një këtë antarësi me pagu. Pastaj ku i nep Zoti xhaleshanu mundësi për me kontribuar për më tepër, Allahu ja shtoft e ja bereqet, por një minimale që kërkohet është një kjo antarësi. Mendoj se ka domethënë numri i shtëpive të cilat paguajnë antarësinë ka oscilu prej kohë në kohë, por kur nuk e ka kalu diku numrin prej 400 shtëpive. Që ka kuptimin se prej 4000 shtëpive 400 shtëpia paguajnë antarësi. Ajo është vetëm 10%. Dikush thot, po çka ka mund me pagesën asaj antarësi? Shive, dash pagoje, dash mos e pagoje, a kupton? Zoti xhaleshanu hu e ka garantuar domethënë fen, edhe e ka garantuar objektet, i ka garantuar hoxhallart, i ka garantuar besimtarët. Se derisa të jetë kjo botë ka me ekzistu. Problemi është domethënë a don me ti mu kyç në atë karavanin e bamirësisë me një kontribut të vogël, që ndoshta kudo mundesh me i harxhu një sasi paresh, domethënë, e që ti mos vedi domethënë të lesh një vakuf të rrjedhshëm, që imagjinoje për shembull që marr parën tënde, shembull na ja kena çu një paket me fukaras. Imagjinoje se me atë antarësinë tënde, na ja kena nap një libër, një ilmihall falas fëmisë me tep, dhe e ka mësu domethënë një dua, e ka mësu një sure, edhe lutet domethënë për ty edhe për atë bamirës. Pra shembuj do të ishin shembuj shumë që mund t'i përmend njeriu këtu, prandaj un kisha me apelu tek besimtarët, domethënë që janë mundësitë ndryshme domethënë që të paguhet antarësia, domethënë ose mundet me u pagu direkt në zyre, që këtu gati çdo ditë jemi këtu në këtë zyre, ose nëpërmes të xhirollogarisë së Bashkisë Islame, e cila domethënë është funksionale në bankën në CKB. Pra sepse e dim se njerëzit ka njerë janë edhe të zanun edhe të tumun, jam plotësisht i bindën se një pjesë e madhe e xhamatit nuk kanë, domethënë nuk është se paguajnë antarësinë sepse nuk dojnë me pagu,
por ndoshta janë neglizhent, ndoshta si ka rënë mend, ndoshta dikush t'ia ka kujtu dhe besoj se ky muhabeti jon sonte ndoshta edhe pak do t'i ndërgjegjësoj në drejtim. Edhe e mos ta lajnë pastaj sikur puna e disa familjeve të cilat kur i ndodhen rasti i vdekjes, atëherë i duhet me pagu në mënyrë retroaktive, duke fillu prej vitit 2009 edhe duke përfunduar me vitin e fundit, ku i bëhen më tepër se 15-16 vjet antarësi, edhe kur i del pastaj aty 300-400 euro më tepër me pagu plus ata shpenzimet e vorrimeve që i ka, edhe shpesh herë njerëzit pastaj thonë, "Oh, sa shumë." Po tash në qoftë se e vëmë dorën zemër, edhe në qoftë se jemi real, nëse e paguam çdo vit 30 euro, atëherë domethënë ata njerëz nuk kanë nevojë, se ata janë ndërgjegjësu, ato e pagojnë atë 30 euro në antarësisë edhe domethënë kështu shkon puna marr. Domethënë nuk është poenta aty se ne nuk po ja marrim një X shtëpis dikur antarësinë, po qoftë ja edhe rasti i fundit kur ka vdekjen. Mirë po, domethënë është puna që a jena të sa duhet vigjilent për atë se jeta jon kalon, domethënë ditët kalojnë, unë domethënë nuk po them që s'bëj mirë, se gjithë sekond mund të më bëj mirë. Mirë po, edin Emil interesant një fetva që e ka dhënë Rahmetli Gjozoja kur e kanë pyet punën e sadakatul fitrit, e kanë pyet, i kanë thënë, domethënë a ish më se vap me ja dhënë fitrin një fukaras i cili shumë vështirë jeton, a me ja dhënë institucionit. Ai në atë kohë, domethënë prej larg pamësisë, ka thënë më se vap është me ja dhënë institucionit, sepse më mirë le të vdes një individ se sa me vdek komplet institucioni. E ka thënë kështu, mirë aja shoqëni e cila e lën një fukara me jetu e gati me i dalë shpirti, edhe nuk e shikojnë e nuk i ndihmojnë, domethënë gjatë gjithë vitit, se nëse vjen puna që një fukara me e majtë shpirtin me vitret e dikuja, që i nepen vetëm 2-3 ditë para bajramit, edhe pastaj tanë vjetën mos me i vu vesh ma kërkush ati fukaras, a i herët ose vonë ka me dek. Përmendoj se sa bukur e ka formulu. Andaj edhe unë tham, domethënë antarësinë mos me e lanë me e pagu djali, vajza, familjarët e dikuj, masi që dikush të ndrojnë jetë. Domethënë po paguhet për gjithë vjet, një herë në vjet, kur do herë që mundet njëri më ardh, apo e jep dikuj, apo e jep hoxhës në xhami, domethënë jemi në të gjitha mënyrët e kemi lehtësuar, domethënë mënyrën e të japur të një sadakaje të formë të antarësisë, vetëm që të shkojnë domethënë puna domethënë e bashkisë islame ashtu si duhet. No për pa them, domethënë ne jemi të gatshëm të pranojmë çdo kritik prej gjithsekuj, por çdo kritik, po them fillimisht pse kritik, sepse një këta jena. Tash edhe na kena sigurisht gabime, edhe na jena njerëz si të gjithë të tjerë, por duhet me e kuptuar se na nuk jena një organizat domethënë që merret me biznes, edhe pastaj kemi profite të natyrave të ndryshme, edhe që thjesht se nuk më varen prej antarësisë. Varen edhe shumë varen prej antarësisë. E fundit, ja që çdo familje le ta pagojnë antarësinë. Pastaj nuk ka nevojë më. Nëse don është tjetër gjë vullnetare. Minimale që do të ishte shumë arsyeshme, do të ishte domethënë që të paguhet një antarësi. Ne lutim Allahun fuqiplot që ato të cilët kontribojnë dhe sidomos e pagojnë antarësinë, Allahu t'i shpërblej, t'i ruaj familjet e tyre, t'i shtoj begati në pasurinë e tyre. E lutim Allahun fuqiplot, Zotin e gjallësisë, që ato të cilët nuk e paguajnë, që Allahu t'i vetë dëjesoj dhe t'i zgjoj nga gjumi i cili ka kapluar. Ne e lutim Allahun fuqiplot, po ashtu që me xhelisin ton apo institucionin e Bashkisë Islame të Ulqinit ta forcoj, për arsye se kur është institucioni i mëxhelisit i fortë, atëherë ishte edhe shoqëria jone e fortë. Medomos ne e di mirë se institucioni i mëxhelisit ka pas një rol të rëndësishëm shumë në qytetin tonë, në shoqërinë tonë, dhe do ta ketë dhe do të vazhdoj ta ketë. Medomos ndjekësit tan nga muhabeti juaj apo nga shoqëria me ju apo në mëxhelis me ju, do të ndëgjonim shumë gjëra të ndryshme dhe shumë gjëra të dobishme, ku ne lutim Allahun fuqiplot që ne të shoqërohemi në ndonjë formë tjetër apo dhe në këtë mision në vazhdim. Lutim Allahun fuqiplot që t'i begatojmë me të mirat e tij, dhe ne me lenin Allahun fuqiplot do të vazhdojmë me personalitete të tjera dhe vazhdojmë me emisionin ton personalitetin e mëxhelis.
dëgjohemi, shihemi për të mirë gjithmonë. Allahu ju ruajt dhe ju beqatoft me të mirët e tij. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.